Dhe nuk i bënte barrierë. Se si bënte barrierë, se as gjestit vetë nuk i interesonte të bënte barrierë. Jo, për këtë jam shumë dakord. Pra, për këtë i them, e shikon si përfundoi me Dvjella në fund, edhe iku doli nga loja. Për këtë pra po i them, kërkoj falje për këtë. Kërkoj falje se takon ti kërkosh falje. Po tani mos më shit mua këtu njeriu e mirë. Po, me i kërku falje, tani ai del shumë poshtë. Edhe se është pak e fshetë. Është problemi. Jo të gjithë njerëzit e kuptojnë se kuptojmë ne kanonën po nga që është e fshet, prandaj fillon ai Gerta, ti kshu, sy gjarë për ças më thot lloj fjalësh. Nuk më mohon këtë gjë, që unë i them, nuk ka shanse të më mohoj, se s'di si të më mohoj. Nuk di, se e di që është e vërtet. Se një njeri që thot vetëm ti je sy gjarë për ti kshu, ti ashtu, për mua s'ka thënë asgjë. S'ka thënë asgjë. Ma kundërshto këtë gjë që po ta them unë. Faleminderit. Ma kundërshto këtë veshjen. Okej, lër aty, s'ka problem. Ma kundërshto këtë fakt që unë mendoj dhe këtë argument. S'ma kundërshton dot. Me çfarë ma kundërshton? Duke më thënë që ti je sy gjarë për, s'më intereson fare çfarë thua për mua. Ma hidh poshtë, nuk ma hedh dot poshtë. Edhe xhindoset dhe inatoset. Kur i them unë kërkoj falje për këtë gjë. Sepse sot është dita e gruas, sot vërtet meriton Eglit të paktën që ti të kërkosh falje për atë që i ke shkaktuar. Se nuk i ke vënë barrierë. Nëse nuk ja prek, nuk ja cek kështu direkt në kokë atë që i ka shkaktuar, më fal për çdo gjë. Më fal për çdo gjë, sepse ajo e di vetë ajo se ku është lëndu për teje. Ti a e ke lëndu atë gocën? Po, ashtu po. A e ke lëndu? Atë kërkoj falje. Po, filloj të qesh aty, domethënë aq i ligësh ai. E kupton çfarë fytyrë ka nxjerr ai në këtë me Eglin, me daljen e Eglit, ai ka nxjerr fytyrën e vet 100% më. 100% xhesti. Ka nxjerr fytyrën e vet. Me daljen e Eglit i vuri vulën. Sepse një njeri që nuk pati pik emocioni kur doli Egli, nuk u mërzit as një sekond. Kam drejtën se prisja këtë lloj reagimi. Nuk i rodhi as një lot, as atij as Rozanës, të dyve. Po të paktën xhestit më që i ka nejt, paktën i ka lar, i ka shprar, i ka ushqyer, i ka druar, i ka bërë. E kupton? Dhe që u zon bashkë me Rozanën. Egli me xhestin kundra Rozanës. Po. Dhe ky direkt i theron. E kupton? Edhe direkt u bashku direkt me Rozanën. Edhe po mirë xhesti, edhe si lojtar, jo aq shumë sa kanë nejt ato. Po dhe si lojtar po t'jesht. Ti kur ti bën këtë veprim dhe shkon direkt aty, a lëndosh? Edhe si lojtar më këtu në lojë. Kur je alat, po themi, kur ne duam godasim një njeri, dhe ti direkt shkon bësh me atë, kundërshtarin tim, a do lëndohem unë këtu? Normal që do lëndohem. Jo ato të tre, që i kanë darë gjërat bashkë, lojën e kanë bërë bashkë, edhe debatit i kanë bërë bashkë, brenda lojë të tyre, sepse i kanë bërë qëllimisht atë gjë. Edhe ai nuk është në gjendje çfarë fytyre është, e disa i ligësh ai xhesti apo jo. Është i pamëshirshëm. Është i pamëshirshëm ai. Është edhe i pamëshirshëm edhe frikacak, asi i laerti është i keq shumë.